Në brigjet e Adriatikut, aty ku dikur zbarkonin legjionet romake dhe ku kalonin flotat më të fuqishme të Mesdheut, një aristokrat evropian do të mbetej i tronditur nga ajo që pa me sytë e tij. Ishte mesi i shekullit 19, perandoria osmane ende sundonte Shqipërinë dhe në një anije luftarake austriake podhtonte një njeri që pak vite më vonë do të bëhej perandor i Meksikës. Maksimiliani i parë. Por para se të zbresim në Durrësin e shekullit 19 dhe të shohim me sytë një perandori evropian se si dukej Shqipëria e asaj kohe, ju ftoj ta pëlqeni videon dhe të abonoheni në Histori Epike. Mbështetja juaj na ndihmon të sjellim gjithmonë histori të ralla, dokumente të harruara dhe rrëfime që shumica nuk i kanë dëgjuar kurrë. Viti ishte 1850. Ai quhej Maksimilian, i ri, aventurier dhe i apasionuar pas udhëtimeve. Por askush nuk do ta imagjinonte se një nga përshkrimet më të forta për Shqipërinë osmane do të vinte pikërisht nga ky princ austriak. Kur anija e tij ju afrua brigjeve shqiptare, ai fillimisht mbeti i mahnitur nga natyra, kodrat e gjelbërta, pyjet që zbrisnin drejt detit, shkëmbinjtë e bardhë përgjatë bregut, ujërat e qeta të Adriatikut, gjithçka dukej madhështore, por sa më shumë afrohej drejt Durrësit, aq më shumë filloi zhgënjimi. Ai përshkruan se si anija kaloi pranë shkëmbit të Kavajës dhe hyri në gjirin e madh të qytetit. Nga larg, Durrësi dukej si një vend me histori, por kur ju afrua portit, gjithçka ndryshoi. Në vend të një qyteti krenar mesdhetar, Maksimiliani pa një vend të rënuar, mure të shkatëruara, kulla të dëmtuara, minare të thyera, shtëpi që dukeshin sikur do të shembeshin nga momenti në moment. Ai shkruan se qyteti ishte një vërim e trishtueshme, i rrethuar me mure të kalbura dhe ndërtesa të braktisura. Por pjesa më e famshme e rrëfimit të tij lidhet me portin. Skela e drunjtë e Durrësit ishte aq e dëmtuar dhe aq e rrezikshme sa Maksimiliani shkruante me ironi. Nëse dikush dëshiron të zbresë në Durrës nga deti, më parë duhet të marrë sigurim jete në Londër. Dërasat lëkundeshin, shtyllat e portit tundeshin nga dallgët, çdo hap dukej si rrezik për jetën. Dhe pikërisht aty, pranë asaj skele të rënuar, ai pa një rrap gjigant. Një pemë madhështore që sipas tij ishte simbol klasik i çdo qyteti osman. Ky kontrast e goditi fort. Natyra ishte e bukur, por qyteti dukej sikur po vdiste. Maksimiliani vazhdoi të ecte drejt brendisë së qytetit. Aty ai hasi në turma njerëzisht të varfër, ushtar me uniforma të grisura, roje të dehur, fëmijë gjysmë të zhveshur, shitës rrugësh që kërkonin bakshish, rom të veshur me lecka, njerëz të mbuluar nga pluhuri dhe balta. Megjithatë ai vëren edhe diçka interesante. Edhe në varfëri, shumë prej tyre kishin veshje plot ngjyra dhe një pamje orientale që i dukej egzotike. Në hyrje të qytetit ai pa porta të mëdha, pranë të cilave qëndronin kolona graniti nga koha antike. Ishin mbetjet e lavdisë romake të Durrësit, dhe kjo e tronditi edhe më shumë. Sepse ai e dinte mirë historinë e këtij qyteti, Durrësi kishte qenë një nga qytetet më të rëndësishme të perandorisë romake, një port strategjik, një nyje tregtare, një qytet ku kishin kaluar perandor, ushtri dhe karvan nga e gjithë bota. Por tani, sipas tij, dukej si hija e një qyteti të vdekur. Ai e përshkruan pazarin e qytetit si një skenë teatri të harruar, sikur dekorët e një shfaqjeje osmane të ishin lënë për dekada të tëra në Bodrum dhe më pas ishin nxjerrë përsëri, të mbuluara nga pluhuri dhe merimangat. Në dyqanet e vogla tregtarët turq rinin të ulur me duhan dhe kafe, duke pritur klient pa lëvizur fare. Sipas tij, ata rinin aty me një fatalizëm oriental,
pa bërë as përpjekjen më të vogël për të shitur mallrat. Rrugët ishin të mbushura me mbeturina, era e rënd ndihej kudo. Ai shkruan se ecte duke shkelur mbi plehra dhe balt. Por ndërkohë edhe në këtë errësirë, ai vazhdimisht ndalej për të përshkruar bukuritë e natyrës shqiptare. Kodrat përreth, pyjet, detin, mjegullën blu mbi horizont. Madje përmend edhe kullën e një figure legjendare që marinarët e njihnin nga tregimet popullore. Një nga pjesët më interesante të rrëfimit është momenti kur ekuipazhi i tij dërgoi një kadet në konsullatën e qytetit. Kur u kthye, i riu tregoi me entuziazëm për një sallon madhështor oriental për dekorime luksoze dhe sidomos për vajzën e bukur të konsullit të stolisur me arë dhe diamante. Pas gjithë pamjeve të zymta të qytetit, kjo histori i ndezi imagjinatën e ekuipazhit. Pa pritur, durrësi nuk dukej më aq i vdekur. Kur konsulli erdhi në anije bashkë me të afërmit e tij, Maksimiliani i përshkruan si figura shumë interesante, sidomos një plak 86 vjeçar me emrin Tedeschini, i cili njihte Shqipërinë dhe zakonet e vendit më mirë se kushdo tjetër. Por edhe aty, Maksimiliani nuk ndalet pa ironi. Ai përshkruan veshjen e plakut si kostum teatri, sikur të ishte një personazh komik në skenë. Një tjetër epizod interesant është historia e konsullit të Shkodrës. Sipas rrëfimit, një natë rojet e durrësit nuk e lejuan të hynte në qytet dhe ai thjesht e përplasi portën me forcë dhe hyri brenda pa asnjë problem. Kjo tregon sa i dobët ishte organizimi dhe mbrojtja e qytetit në atë kohë. Por ndoshta pjesa më e rëndësishme e këtij rrëfimi është ajo që fshihet pas fjalëve të tij, sepse ky tekst nuk flet vetëm për durrësin. Ai tregon gjendjen e Shqipërisë nën perandorinë osmane, varfërinë, braktisjen, rënien e qyteteve shqiptare që dikur kishin qenë qendra të rëndësishme të mesdheut. Dhe megjithatë, mes gjithë rënimit, Shqipëria vazhdonte të kishte një forcë që i linte për shtypje çdo të huaji, natyrën e saj madhështore dhe shpirtin e njerëzve të saj. Ky rrëfim i Maksimilianit sot është një dëshmi historike jashtëzakonisht e vlefshme, sepse na lejon të shohim me sytë e një të huaji se si dukej durrësi afro 170 vite më parë. Një qytet që dikur ishte krenaria e Adriatikut, por që në shekullin 19 luftonte të mbjetonte mes rënimit dhe harresës. Po ju, a e kishit imagjinuar ndonjëherë se durrësi ishte përshkruar në këtë mënyrë nga një perandor evropian? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.